shkretimit të saj nga bijtë dhe bijat. Ishin vite të varfrimit të saj. Ishin vite në të cilat regjimi i narkosve të Tiranës dhe mafia ndërkombëtare bëri gjithçka që të fshi nga kujtesa e këtij kombi veprën tuaj të pavdekshme Shqipërinë pluraliste, bëri gjithçka të fshi nga historia e këtij kombi arritjet madhore të Shqipërisë në rrugën e lirisë, bëri gjithçka të fshi nga arkivat e këtij kombi kontributet e secilit prej jush për dignitetin kombëtar dhe lirinë kombëtare. Bëri gjithçka që ju të mos kishit as emër as flamur. Po ja ku jemi sot me flamurin ton, më krenar se kur me ju. Ja ku jemi sot, të bashkuar si asnjëherë. Ja ku jemi sot të ngritur si Feniksi nga hiri në zenit, për shkuar drejt fitores. Miqtë e mi, ne mblidhemi sonte me një vështrim të ri për Shqipërinë, me një betim solem para saj. Për ta nxjerrur atë nga kthetrat e këtij regjimi, për ta rikthyer atë, për të rikthyer tek ajo projektin e ëndrave të trive të saj, djemve dhe vajzave, ëndrave më të bukura. Të dashur miq, 12 vite ishin vite të rënda për çdo shqiptar. Sot, një në 2 familje nuk ka një fëmijë në vatrën e vet, por e kanë rrugë të botës. Sot, 700.000 pensionistë qajnë pothuajse çdo ditë me lot të ftohta mjerimi. Sot, mira smur nuk marrin ilaçet dhe mbeten në mshirën e smundjes në shtratin e spitaleve tona. Sot, qindra mira familje shqiptare nuk marrin më drejtësi. Sot, qindra mira biznese falimentojnë njëra mas tjetrës. Qindra mira vende pune shkatrohen nga narkoeurot e trafikantëve të Edi Ramës. Sot,